Asistent përzënës me nevoja të veçanta arsimore po konsiderohet e madhe. Visar Osmani, drejtori i shkollës Emin Duraku në kryeqytet, thotë se numri i nxënësve me nevoja të veçanta që regjistrohen në klasën e parë është në rritje. Andaj edhe të pasurit me shumë asistent është shumë e domosdoshme. Fatkeqësisht numri i fëmijëve që regjistrohen në klasën e parë është në rritje me nevoja të veçanta. Kemi raste ku në shkollat tona është me një klasë të para janë mbi 30 nxënës me nevoja të veçanta, po edhe mbulohen me 2 apo 3 asistente. Besoj që tash më në fund Ministria e Arsimit, po edhe komunat, respektivisht komuna e Prishtinës, janë duke lëvizur në drejtim që të plotësojnë kërkesat që burojnë nga nevojat tona në baza ditore që kemi me nxënës të fjalë. Aktualisht në këtë shkollë vijojnë mësimin 3 nxënës me nevoja të veçanta për të cilët kujdeset vetëm një asistente. Çdo vit komuna e Prishtinës rekruton staf dhe mundohet me i plotësu nevojat që dalin nga shkollat, por megjithatë mendoj që duhet ende për me bë më shumë. Kandidatët që përfunduan me sukses programin e akredituar ndërkombëtarisht duke u përgatitur për të kontribuar drejt për së drejti në sistemin arsimor gjithëpërfshirës dhe në mbështetjen e nxënësve me nevoja të veçanta arsimore diplomuar në nivelin 5 nga qendra profesionale për gjithëpërfshirje. Ky kualifikim përfaqëson një kualifikim ndërkombëtar të nivelit 5, akredituar dhe validuar nga OSN në London në Mbretërinë e Bashkuar, i cila është ndërtuar dhe strukturuar në përputhje me kornizën evropiane të kualifikimeve dhe kornizën kombëtare të kualifikimeve, duke garantuar standarde të qarta akademike dhe profesionale. Diplomimi i këtyre asistenteve u konsiderua moment me rëndësi të veçantë për sistemin arsimor. Po ndërtohet në mënyrë të strukturuar profesionale një kapacitet njerëzor që synon të mbështes drejt për drejt nxënësit me nevoja të veçanta arsimore, por edhe familjarët e tyre, mësimdhënësit brenda sistemit tonë arsimor. Prioritet u konsiderua fuqizimi i profesionistëve të arsimit dhe në promovimin e gjithëpërfshirjes si standard dhe vlerë themelore në shoqëri.